Mirëmbrëma. Sot do të flasim për arsyet pse adoleshentët dhe të rriturit zgjedhin dhimbjen dhe sjelljet vetëlënduese në vend të fjalëve. Sepse vetëlëndimi nuk është gjithmonë prerje në lëkurë, është edhe mënyra se si zgjedhim njerëzit që të na shkatrojnë. Është puna e tepërt që e shohim si sukses. Është heshtja, atëherë kur duhet flisnim. Po pse e bëjmë dhimbjen gjuhë? Dhe çfarë do të thotë kjo? Për adoleshentët që priten apo lëndohen në heshtje, por edhe për të rriturit që zgjedhin plagë të vjetra, më të sofistikuara, do të flasim sot në Fije Jete. Jo vetëm si akt, po si gjuha e dhimbjes. Sigurisht që sjelljet vetëlënduese të paktën raportohen më së shpeshti dhe më së shumti që vinë për gjatë adoleshencës, diku nga mosha 12-13 vjeç. Janë prerjet me brisqe ose gërshër, janë djegjet me cigare, janë shkullit e flokëve, janë ngrënit e thonjve deri në gjakosje. Adoleshentët priten nëpër krah, priten nëpër këmbë. Këto sjellje kanë filluar mbas viteve 2000 më shumë të shpeshta. Ky është një shqetësim që prindrit e ngren shpesh. Po sot do ndalen dhe ke shqetësimet e prindërve, po dua së pari të fokusohemi pse ndodh kjo. E para sepse në moshën 12-13 vjeçare futemi në një etapë, adoleshenti futet në një etapë shumë të vështirë të rritjes. Nuk është fëmijë, por nuk është as i rritur. Fillon të dojë të krijojë një identitet që është tërësisht i tij. Asaj pyetje së famshme që përndjek në çdo moshë, por në atë moshë duket sikur ka një intensitet shumë më të lartë. Kush jam unë? Dhe kjo pyetje nuk merr përgjigje, sepse është si kameleoni, që është pjesë e një grupi shoqëror që i përket, është pjesë e familjes, është pjesë e komunitetit ku jeton, është pjesë e vetes së tij dhe ka shumë pjesë që ai nuk i lidh dot, nuk i bashkon dot. Kur kjo krizë e pyetjes kush jam unë dhe ku përkas, cili është vendi im, cili është qëllimi që unë kam ardhur në jetë, dhe këto janë pyetje të mëdha për një mendje në një 12-13 vjeçare që po zhvillohet. Kur këto pyetje ngelen pa përgjigje, krijohet një ndjenjë kështu zbrastie, boshllëku ekstrem. Dhe identiteti mbetet kështu si i copëzuar. Vetëlëndimi në këtë rast bëhet një mënyrë si për t'i vendosur konture vetes, si për të ndjerë që të paktën fizikisht dhimbja ime më ndihmon. Ndërkohë kemi dhe ndryshimet neurologjike. Është një nga momentet e tjera që truri i njeriut zhvillohet me një dinamikë që është e paqartë. Por ajo që është e qartë për gjithë studiuesit dhe neurologët është që ajo pjesë që kontrollon impulset dhe merret me vendimarrjen zhvillohet pak më vonë, që do të thotë në këtë moment 12-13 vjeç, adoleshentët udhëhiqen kryesisht nga emocionet. Sa më të fortat janë ato, siç janë zemërimi, turpi, faji, ndjenjat e boshllëkut, pamundësia për t'u identifikuar kush jam unë, pse jam unë, e bëjnë që të dihet shumë i dobët dhe vetëlëndimi vjen si një formë shkarkimi. Trupi është një arsye tjetër. Është mosha ku trupi zhvillohet në mënyrë jo simetrike. Domethënë mund të ndodhë që të zhvillohen krahët më shumë ose këmbët më shumë dhe ndershmërisht është mosha, unë e them shpesh në auditore, gati mosha më shëmtuar. Njeriu në asimetri në mënyrën se si zhvillohet njeriu. Flokët e ndyrosen, lëkurat e ndyrosen, mund të dalin puçra. Era e djersës ndryshon shumë dhe gjitha këto ndryshime fiziologjike adoleshenti i vuan sepse nuk ka dot kontroll mbi to.
Në lidhje me fizikun, adoleshentët shpesh herë, dhe këtu do të citoj disa prej tyre, e vuajnë ndryshimin dhe rritjen që nuk është e njëtrajtshme. Ke fëmijë që janë shumë të shkurtër për moshën dhe fëmijë që janë ekstremisht të gjatë për moshën. Ja çfarë thon ata, një adoleshent 14 vjeç thot: "Shokët e mi duket sikur rriten më shpejt se sa unë. Unë ndihem i ngecur në trupin tim." Sepse ky është adoleshenti që fizikisht është më pak i zhvilluar. Një vajzë thot, krahasohem shpesh me fotot e vajzave të tjera në Instagram, Snapchat edhe gjithmonë më duket vetëm më e shëmtuar se ato. Një 13 vjeçar që ka një zhvillim të parakohshëm që quhet, jo se është problem, është ritmi i tij i zhvillimit, thotë jam shumë i gjatë dhe sikur të isha më i shkurtër do ndihesha më normal. Një vajzë tjetër 14 vjeç thotë gjoksi im është shumë i madh, ndaj dhe unë mbaj gjithmonë gjëra të mëdha sepse nuk dua të më ngacmojnë për gjoksin. Shoqëria është një shtyllë tjetër që ndikon në mënyrën se si adoleshenti percepton veten, percepton mënyrën se si po integrohet në shoqëri. Është momenti ku shoqëria në adoleshencë, që në fazat e para të adoleshencës, që është 12-13 vjeç, në fakt quhet pubertet kjo fazë, po për komunikim, për thjeshtësi komunikimi, po përdor adoleshencën edhe për këtë pjesë të parë. Vëmendja zhvendoset nga familja, zhvendoset tek shoqëria, madje ky është momenti që adoleshenti ka një lloj zemërimi shumë të madh me familjen, por e ka të pamundur ta shpreh qartë atë. Ka ndryshime të forta humori, rregullat që deri dje dukeshin të zbatueshme për të bëhen krejt të pazbatueshme dhe nervozojnë ato që i caktojnë prindërit që nga orari i gjumit apo higjiena apo rituale siç mund të jetë darkat në familje ose fundjavët me familjen, janë momente që adoleshentët fillojnë të refuzojnë se nuk duan të pushojnë me familjen. Mirë, po në shoqëria gjithashtu është shumë e paqëndrueshme. Ato ndërtohen bazuar në interesa, në afërsi gjeografike dhe interesat janë shumë të luhatshme gjithashtu, siç është rrymat muzikore që dëgjojnë, trendet e veshjeve, duan të jenë tek grupi popullor i klasës, duan të jenë tek grupi i kullerave të klasës. Ndërkohë që vetë fëmia në këtë moshë, pra 12-13 vjeçari, nuk e ka ende të qartë se cilit grup dëshiron t'i përkas. Kjo e bën që ndonjëherë të jetë shumë aktiv, ndonjëherë të jetë më pasiv, por po citoj sërish disa adoleshent. Një vajzë 15 vjeçe thotë që unë jam gjithmonë plani B. Ato më ftojnë vetëm kur s'kan me këtë dalin tjetër. Ose një adoleshent thotë në grupin tim më duket se më pranojnë vetëm kur bëj shaka, bëj shumë humor. Por kur jam vetja ose unë kam frikë të flas për gjërat e mia, më duket sikur nuk më duan. Një 17 vjeçar thotë, ndihem sikur nuk i përkas asgjë, as familjes, as shoqërisë. Një çështje tjetër që vuajnë adoleshentët është autonomia. Kërkohet pavarësi, por nga ana tjetër ka ende varësi emocionale dhe ekonomike nga prindrit. Ky lloj dyzimi shumë i fortë krijon një tension shumë të madh. Dhe një çështje që është shumë e fortë, dhe unë do ndalem pak më gjatë, është seksualiteti dhe kufit seksual. Sepse në moshën 12-13 vjeç, adoleshentët, fëmijët, njerëzit në këtë moshë, fillojnë të kenë ngacmimet e para seksuale, fiziku i tyre fillon të përjetoj gjëra që më parë nuk i kanë përjetuar. Këtu flas për ata adoleshent, fëmijë që kanë pasur fatin të mos përballen me pornografinë herët, sepse nga praktike klinike ajo që kanë bën re është që shumë fëmijë përballen me pornografinë dhe prindrit nuk janë fare në dieni, shumë herë, dhe kur them shumë herët është mosha 6 vjeç. Dhe një 6 vjeçare ka të pamundur të kuptojë dhe të ta integrojë informacionin që vjen nga pornografia, sepse nuk ka kapacitetin mendor, intelektual për ta integruar këtë gjë. Ama skenat, imazhet janë aq të forta dhe bëhen aq udhëheqëse sa siç do shikojmë pak më vonë, shkatrojnë mënyrën se si ndërtohet koncepti për seksualitetin, intimitetin, seksin, dashurinë. Ka një lloj kurioziteti në këtë moshë që është i pafajshëm dhe është krejt okay, megjithatë për shkak të disa vlerave morale
të prezantuar në familje, ose për faktin që prindrit nuk flasin me fëmijët për zhvillimin e tyre dhe seksualiteti është pjesë e edukimit dhe edukimi seksual, me besoni ose jo, fillon në moshën 3-4 vjeç. Fillon në këtë moshë të jenë ato dashuritë e para, herë platonike, herë jo aq platonike, por nëse një grup shoqëror fillon të ketë marrëdhënie ose të flirtojë me djem moshatar ose pak më të mëdhenj, bëhet një presion që të gjitha shoqjet e grupit duhet të, edhe kur nuk kërkohet në mënyrë të qartë, bëhet një presion shumë i madh që të gjitha shoqjet e grupit duhet të jenë në të njëjtën valë. Një shqetësim tjetër që vetë adoleshentët sjellin është që në familje nuk flitet kurrë për seksin, dhe ky është informacion që ata e marrin vazhdimisht nga interneti ose nga të tjerët dhe bëhet një informacion i paqartë ndonjëherë, konfuzues, por gjithmonë bashkëshoqërohet me ndjenjat e fajit. Ndjenja e fajit lind pikërisht nga që nuk mund të flitet në shtëpi, nuk flitet në shtëpi, konsiderohet një çështje e gabuar. Vuajtjet psikologjike më të zakonshme gjatë adoleshencës janë boshllëku. Të mësosh nuk është qef. Shkolla nuk e ka humbur atë kuptimin dhe vlerën që duhet kishte, shihet si një barr që duhet hequr dhe në të shumtën e rasteve më shumë shkohet për shkak të mjedisit social sesa të procesit të mësuarit. Konfliktet e brendshme, tërheqja midis dëshirës për të qenë i lirë dhe frikës se kjo liri mund më kushtoj braktisjen e prindërve të mi, turpi dhe vetkritika, shpesh brendësohen disa standarde që janë të pamundura. Këto standarde vijnë nga prindrit që duhet të jesh shumë i mirë me mësime, duhet të jesh shumë i zotë në sport, duhet të jesh gjithmonë i sjellshëm, por ndërkohë bien ndesh me grupin shoqëror. Po pse ndryshon kaq shumë? Ai fëmijë që deri moshën 10-11 vjeç ishte një ëngjëll për prindrit, ishte fantastik në mënyrën se si u qasej prindërve. Pse ndryshon kaq shumë ky fëmijë? Ndonjëherë duket sikur brenda ditës ose brenda natës ndryshon. Sepse deri para moshës 11 vjeç ky fëmijë ka pasur një identitet të lidhur ngushtë me familjen. Bota ka qenë shumë e thjeshtë, shumë e mirë strukturuar, oraret kanë qenë të qarta, prindrit shumë të qartë në liritë dhe në kufizimet e tyre. Ndërsa në adoleshencë përjetohet trupi i ri, emocione të forta, kërkim për pavarësi dhe një presion shumë i madh social. Adoleshenca është koha kur dhimbja shpesh nuk ka fjalë, por trupi merr rolin e një flete të bardhë që fillon dhe shenjohet me shenja. Pse ka raste kur një adoleshent zgjedh perën e lëkurës për të ulur ankthin, kur mund të kishte zgjedhur fjalët? Sepse fjalët shpesh mungojnë ose nuk merren seriozisht. Një adoleshent që thotë jam i mërzitur, mund të ndodhë të përballet me një shoqëri apo me prindër që mund ta lexojnë këtë gjë si fëmijë i dobët, dramatik, tembel. Nëse nuk ka hapësirë për fjalën, atëherë adoleshenti zgjedh një gjuhë për të shkarkuar dhimbjen dhe atë e bën tek trupi. Ka një agresion të brenda adoleshentit që kërkon të dalë dhe nga që nuk e gjen gjuhën për të dalë, vendos të në thonjza të gdhënë trupin, edhe sepse kanë frikë të kundërshtojnë apo të debatojnë me prindrit aq shumë, sepse thellë brenda tyre vazhdon është frika se mund t'i humbas ata. Si shndërrohet dhimbja fizike në një mënyrë për të shqetësuar dhimbjen emocionale? Këtu hyn mekanizmi më i thellë i trupit, sepse dhimbja fizike aktivizon endorfinat, që është një lloj droge natyrore që e prodhojmë vetë, që sjell një lloj shkarkimi dhe lehtësimi. Po përtej biologjisë ka edhe një logjikë psikologjike. Dhimbja emocionale është kështu si platformë pa kufi, pa formë, pa kufi. Dhimbja fizike është e qartë, e lokalizuar, ka fillim dhe ka mbarim. Është si të shndrosh një mjegull në një plagë të dukshme, më të durueshme sepse mund ta prekësh, mund ta shohësh, ti e di ku është, e kontrollon ti. Plus është një formë ndëshkimi për ndjesi të paqarta, për dhimbje të mëdha që mund të kenë, për ndjenja faje që mund të kenë për shkak të eksplorimit seksual.
mund të mendojnë që është një formë për të ndëshkuar veten. A është vetëlëndimi një tentativë për të kontrolluar emocionet apo një mënyrë për të çliruar prej tyre? Në fakt janë të dyja njëkohësisht, një rebelim i brendshëm edhe një dorëzim. Kontrolli që fiton adoleshenti është i menjëhershëm. Ai vendos kur do qaj, kur do të ndiejë dhimbje, kur do të çlirojë ankthin. Por njëkohësisht është edhe një lloj dorëzimi përballë faktit se nuk di se si të përballojë ndryshe emocionet. Ky tension midis lirisë dhe dorëzimit, je i lirë të shposh lëkurën tënde, por kjo liri është e dhimbshme sepse tregon se nuk e ke gjetur ende kuptimin për ta kuptuar, menaxhuar emocionin pa e kthyer atë në një plag. Si mund ta kuptoj fëmijën tim kur nuk flet? Nuk ka formula magjike. Duhet vëmendje, jo vetëm ndaj fjalëve, por edhe ndaj mënyrës se si sillet, si mbyllet, si ndryshon. Marrëdhëniet janë shumë personale. Fëmia yt është një njeri që vetëm ti e njeh dhe e njeh më mirë se kushdo, dhe vetëm ti mund ta ndihmosh që ai të kuptojë situatën në të cilën ndodhen. Nuk është moshë e lehtë, sigurisht që dhe ti si prindje te jeti ngarkuar me gjithë sfidat e jetës, por është nga ato momente ku mund të shmangen gabime që do të rëndojnë gjithë jetën. Kur mban bluza të gjata në mes të vapës, a është thjesht stil apo një plagë e fshehur? Mund të jetë dhe stil, sepse është mosha që fillojnë zhvillojnë një lloj identiteti të tyre për sa i përket veshjes, ngjyrave. Por ti duke e ditur se çfarë mund të fshihen mbas atyre plagëve, mund ta thuash ankthin tënd, mund ta pyesësh dhe direkt. Pavarësisht se mund të nxehet, është okay. Ai fëmijë, ai njeri ka nevojë të di që ti je aty. Kur bën humor të zi, a ta marr si shaka apo të pyes veten çfarë dhimbje fshihet pas tij? Humori është, sidomos humori i zi, është shpesh mask për të fshehur dhimbjet, por dhe për të lejuar në një farë mënyre që dhimbjet të gjejnë një shteg për të dalë. Dhe sigurisht që humori është edhe art, dhe ti mund të qeshesh me humorin e tij, po mund të ta ndihmosh veten dhe atë duke e pyetur nëse ishte vetëm thjesht humor apo po përpiqej të thoshte diçka përmes këtij humori. Po kur mbyllet në dhomë dhe nuk do të dalë fare? Është e vërtetë që në këtë moshë kërkohet të rrinë më shumë me veten e tyre, më gjatë me veten e tyre, më shumë në këto marrëdhëniet virtuale online. Por kjo nuk do të thotë që ti të pengohesh për të trokitur në derën e dhomës së tij dhe të saj dhe për të kërkuar për të kaluar pak kohë me të, qoftë edhe për të ndarë ditën tënde, për të ndërtuar një lloj marrëdhënie dhe rutine që i jep mesazhin e qartë që si e vetëm dhe unë jam këtu. Dhe një gjë tjetër që mund të kihet më shumë në vëmendje janë notat. Fëmijët krijojnë një lloj pritshmërie se si do jenë notat, kur notat bien në mënyrë të menjëhershme dhe të papritur, jo se kaluan nga një sistem 9-vjeçar në sistemin e gjimnazit, por brenda të njëjtit sistem është momenti për të kuptuar që ndoshta ka diçka, sepse e beson ose jo, në shkollë fillojnë shfaqen shenjat e para të një trishtimi, lëndimi, traume që mund të përjetojnë adoleshentët. Në shkollë fillojnë dhe shfaqen, të paktën në shumë raste që unë njoh, të parët që e kam vënë re kanë qenë mësuesit, pavarësisht se sa u është dëgjuar fjala dhe se sa kanë mundur ta çojnë zërin aty ku duhet. Ajo që unë dua që të kuptohet qartë është që vetëlëndimi nuk është dëshirë për të vdekur, por për të jetuar, paradoksalisht, për të mos shpërthyer, për të mos lënduar veten në forma të pakthyeshme. Prindrit shpesh mbeten pa përgjigje. A është thirrje, a është dënim, çfarë është? E vërteta është që vetëm fëmia juaj mund ta kthejë këtë përgjigje. Çfarë është? Pse e bën? Në
Pyetjet më të shpeshta që bëjnë adoleshentët në rrjetet sociale apo në Google në një kërkim që u bë janë: A është normale që të ndihem e qetë vetëm kur pritem? Ato dizbulojnë prindrit plagët e mia? Po shokët e mi çfarë mendojnë për plagët? A jam e detyruar të bëj seks që të mos më lënë? Askush nuk më kupton, prandaj dua të shoh dhimbje në lëkurë. Nëse e bëj më thellë, a do të ndaloj kjo vetmi? Po të analizojmë këto pyetje, e kuptojmë menjëherë që këto nuk janë thjesht pyetje, janë klithma për ndihmë. Një adoleshent nuk pyet në të vërtetë a është normale të pritem. Ajo që duhet lexuar është: a ka njëri që do e kuptojë dhimbjen time pa më gjykuar? Vetëlëndimi nuk ka të bëjë me thikën, me çakmakun, me briskun apo me vetë plagën në vetvete. Ka të bëjë me përpjekjen e dëshpëruar për të kontrolluar emocionet që duken të pakontrollueshme. Ka të bëjë me dëshirën për të ndier diçka kur boshllëku e mpin. Dhe ka të bëjë me nevojën për të komunikuar kur fjala nuk del ose ai nuk arrin ta gjejë dot fjalën. Prandaj përgjigjja nuk është e thjeshtë, a është normale apo jo. Përgjigjja në fakt duhet të jetë: dhimbja jote ka kuptim. Nuk je vetëm. Dhe po, ka mënyra më të shëndetshme për të kuptuar këtë dhimbje, po për këtë duhet ta rrëfesh që ta fshehësh. Kur dhimbja e brendshme përkthehet në shenja mbi lëkurë, mesazhi është i qartë: unë nuk meritoj më shumë. Vetëlëndimi shpesh shihet si thirrje për ndihmë, por në thelbin e tij është edhe një akt ndëshkimi, siç u tha, një mënyrë për të vërtetuar bindjen e fshehur se emocionet tona janë faje. Dhe kështu, disa nga zërat më të rëndësishëm të psikoterapisëve na ndihmojnë për ta kuptuar këtë çështjen e fajit, ndëshkimit, çlirimit. Pse dhimbja fizike duket më e durueshme se dhimbja emocionale? Ky lloj vetëlëndimi që e quajmë jo vetvrasës shihet si një mekanizëm mbijetese, një mënyrë për ta kthyer ankthin dhe tronditjen emocionale në dhimbje konkrete, të kufizuar, të menaxhueshme. Dhimbja emocionale është e pakufishme. Nuk ka forma, nuk ka trajta, nuk ka ngjyra, ndërsa dhimbja e lëkurës e bën të prekshme, e bën kthehet në një strategji kështu funksionale, edhe pse është e dëmshme. Por tek këta që ndëshkojnë veten, ky akt ndonjëherë merr dhe një dimension moral, që nuk është thjesht shqetësim, është një gjykim. Emocionet e mia janë të gabuara. Intensiteti i tyre është i gabuar. Mua nuk më mungon asgjë për të ndier kaq vetëm, kaq bosh, kaq pa fat, kaq i pa kuptuar. Ndaj unë meritoj këtë si plag. A është vetëlëndimi thjesht ulje ankthi apo dhe një ritual ndëshkimi? Po, siç edhe tham, vetëlëndimi ka disa funksione: për të ulur emocionet, për të shkarkuar emocionet, për të dalë nga një lloj mpirje, për të komunikuar, për të ndier një lloj përkatësie, për të rifituar kontrollin. Por është e vërtetë që një nga funksionet më të forta është ndëshkimi i vetes. Për shumë adoleshent, prerja është një rit që provon fajin e tyre të brendësuar. Unë jam problematik, ndaj edhe duhet të vuaj. Çdo plag bëhet kështu si vul mbi këtë bindje. Kjo e fut adoleshentin në një rreth pafund. Dhimbja ushqen fajin, faji kërkon një dhimbje të re dhe krijohet një cikël vicioz. A ndodh vetëlëndimi në vetmi apo bëhet dhe pjesë e një identiteti të përbashkët? Ajo që unë thash pak më parë është që ky fenomen ka filluar të shumë intensiv mbas viteve 2000. Që do të thotë që dëmtimi i vetes përmes prerjeve, djegjeve, do të thotë që nuk është një fenomen që ndodh aq i izoluar. Është krijuar një gjuhë që gjen format e veta për të kaluar nga brezi në brez si një formë shkarkimi. Është e vërtetë që nuk kërkojnë adoleshentët të krijojnë komunitete ku të gjithë duhet të jenë të prerë, por kur shikon adoleshentë dhe komunitete që e kanë si akt shkarkimi, nuk mbetet më një akt i izoluar. Ndonjëherë mund të jetë pjesë e një rituali që kërkohet për të marrë pjesë në këto grupe. Pse disa adoleshentë përdorin seksualitetin e hershëm jo si kënaqësi, por si dënim për trupin e tyre? Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, sepse seksualiteti, mënyra se si e keq përdorin trupin adoleshentët, është një nga mënyrat se si dhe të rriturit vazhdojnë e bëjnë më vonë. Kryesisht, adoleshentët apo adoleshentet
që fillojnë jetën seksuale shumë herët, dhe me këtë dua të them diku mosha 12, 13, 14 vjeç. Zakonisht ka një marrëdhënie brenda familjes e cila nuk është e shëndetshme. Po hezitoj pak këtu sepse jam e ndjeshme ndaj prindërve dhe jam e bindur që prindrit nuk bëjnë asgjë në mënyrë të qëllimt për të lënduar fëmijën, por duhet pranuar që ndonjëherë lodhjet dhe sfidat e jetës janë aq të forta sa i marrim të mirë qenë që kanë ca kushte baze dhe nuk merren për të kuptuar adoleshentët. Pra nga gjithë studimet, adoleshentët që përfshihen në sjellje seksuale të hershme vijnë nga familje ku komunikimi emocional është ose i munguar ose ndëshkues. Dhe trupi nuk shihet si një gjë e çmuar që një adoleshent ka dhe duhet kujdeset për të, po shihet si një monedhë për të këmbyer vëmendjen, për të ndjerë i dëshiruar ose e dëshiruar, për të marrë një lloj dashurie duke ofruar trupin. Çfarë shtyn një adoleshent të hyj herët në marrëdhënie seksuale? Dëshira apo frika e braktisjes? Sigurisht që ka kuriozitet, dhe kurioziteti është i pafajshëm dhe është krejt okay. Bëhet i pashëndetshëm në momentin kur kërkohet që të merret një lloj vëmendje ndryshe, duke përdorur trupin, duke dhënë trupin edhe kur nuk je i bindur as për dëshirën seksuale, as për rëndësinë që njeriu ka kur e jep trupin, as që jep mbas një njohje të gjatë, por jepet në mënyrë impulsive, vërtet për të marrë atë përqafimin apo kontaktin fizik që është kaq shumë i munguar. Disa prindër thonë që marrëdhëniet seksuale është dhe pjesë e presionit të grupit. Dhe mund të jetë vërtet për disa komunitete të rinj, por jo gjithmonë është kështu. Ka raste ku në të njëjtin grup një ose dy fillojnë jetën seksuale më herët dhe pjesa tjetër nuk e bëjnë këtë gjë që jo gjithmonë është kërkesë e kohës. Interpretohet si kërkesë e kohës nga vetë fëmia, sidomos kur vendos të ketë idhuj djem ose vajza më të mëdhenj se sa vetja, të cilët mund ta them, arrin ti manipulojnë fëmijët që janë emocionalisht vulnerabël dhe që ndihen shumë vetëm. Unë e thash që këta të rinj që e fillojnë aktivitetin seksual kaq herët kanë një tendencë që të kenë të njëjtën gjuhë të përdorimit të trupit edhe më vonë në jetë. Dhe ky lloj komunikimi, ky lloj vetëqetësimi që nuk bëhet për shkak të dëshirës seksuale, por bëhet për shkak të shuarjes së lëndimeve më të hershme. Bashkëshoqërohet me disa sjellje të tjera të gabuara, siç është mospërdorimi i prezervative ose kondomëve, marrëdhëniet seksuale shumë të shpeshta me partner të ndryshëm, bërja e marrëdhënieve seksuale kur nën efektin e drograve apo të alkoolit. Dhe kjo vlen për të dyja gjinit. Të dyja gjinit janë të rrezikuara. Dhe pasojat janë tek të dyja gjinit. Dhe sa më e hershme të jetë jeta seksuale, aq më intensive pastaj janë edhe ndrimi i partnerëve seksual përgjatë jetës. Kjo sjell që në rrethana të caktuara këta adoleshent të jenë pre e marrëdhënieve seksuale pa konsensus, pa pëlqimin e të dyja palëve. Sepse kur një vajzë apo një djalë kanë filluar jetën seksuale herët, dhe sigurisht që në çdo vend fjala del edhe për fat keq përgojimi është shumë i madh. Ndaj kësaj vajzës ose ndaj këtij djali, abuzimi është më aty, më gati për të ndodhur, sepse njerëzit marrin të mirë qenë që ky fëmijë nuk do i thotë jo seksit dhe nuk pyesin nëse vërtet ky njeri do seks ose jo në atë moment. Ka praktika seksuale të rrezikshme, ka dhe ekspozimin digital që është sexting. Për fat keq të dyja gjinit fillojnë shumë herët për shkak të imazheve, për shkak të pornografive që kanë paraqerët, fillojnë shumë herët të dërgojnë foto
qoftë në grupe, që po qoftë edhe individëve të caktuar që mund të jetë partneri ose partnerja atij momenti, të zonave të caktuara të trupit ose të trupit tërësisht të zhveshur. Dhe djemt, se këtu do flas pak dhe për djem kur ekspozohen me pornografin shumë herët, nuk arrin të kuptojnë që marrëdhënia ndërtohet duke e njohur tjetrin. Ndërtojnë besimin që seksi është i dhunshëm, që gocat dhe gratë e kanë qef gjithmonë të dhunshëm dhe që nuk ka nevojë ta njohësh shumë. Dhe për të fituar një lloj statusi social që është i pëlqyer nga shokët, fotot që ju dërgojnë vajzat i shpërndajnë nëpër grupe djemsh, se kanë një status që shiko se çfarë kam arritur dhe sa kam arritur, duke u bërë padashje pjesë sepse janë të rinj, pjesë e një lëndimi dhe dëmtimi shumë të madh që i bëjnë jo vetëm vajzës që i hapin fotot, që i shpërndajnë fotot, po edhe vetes së tyre. Si lidhen trauma e hershme dhe trupi me mënyrën se si adoleshenti përdor trupin e vet? Shumë sjellje seksuale të rrezikshme janë të rrënjosura nga traumat e hershme, sidomos të braktisjes. Fëmijë që janë rritur me prindër që punojnë më shumë se 12 orë, ose me prindër të divorcuar, ose me prindër të vdekur, dhe që kalojnë shumë kohë vetëm të pa kontrolluar me aksesin në pornografi, dhe e theksoj këtë që ka një akses të frikshëm në pornografi, dhe kjo ndonjëherë sjell dhe është traumë vete. Rastet e të rriturve që unë punoj sot, të cilët raportojnë që ballafaqimi me pornografinë e kanë pas vërtet në moshën 6 vjeç dhe nuk ka qenë një gjë që ka ndodhur një herë, po janë gjëra që mund të kenë pasur dhe kështu të përditshmëri. Dhe kjo e bën shumë traumatike këtë përvojë. Nuk flet me prindin se ka frikë nga dëshkimi dhe izolohet. Dhe sa më shumë pornografi sheh, aq më shumë izolohet. Kështu që në këtë kuptim, dhënia e trupit në shkëmbim të një vëmendje apo vlerësimi nga dikush është ngjashme me vetëlëndimin. Është mënyra për ta përdorur trupin kundër vetes, për ta ndëshkuar atë, dhe mesazhi i brendësuar është unë nuk vlej, ndaj trupi im mund të përdoret pa kujdes, pa vëmendje. Sjelljet më të zakonshme të rrezikshme tek djemt adoleshentë është një fillim i hershëm për të provuar burërinë. Dhe ajo që ndodh është që nëse kjo burëri nuk provohet siç pritet ose siç është parë nëpër filma pornografik, djemt fillojnë zhvillojnë një kompleks të jashtëzakonshëm që është kompleksi i performancës. Duke qenë se bashkëshoqërohet me dështimin e parë, mendojnë që e gjithë jeta e tyre seksuale do vazhdoj të jetë një dështim i tillë. Shumë djem nuk e shikojnë marrëdhënien si një gjë që duhet ndërtuar besimi, duhet ndërtuar intimiteti, duhet ndërtuar njohja e tjetrit, të ekspozosh veten përballë tjetrit, të lejosh që të shohin dhe pjesët më vulnerable dhe pjesët më të forta. Atëherë po, eksplorimi seksual mund të jetë një nga gjërat më të shëndetshme, por në kushtet që bëhet, sjell shumë pasoja. Ose bërja e seksit pa prezervativ është gjithashtu një çështje tjetër, sidomos tek djemt, sepse ka një përhapje shumë të madhe të infeksioneve seksualisht të transmetueshme. Dhe një dëm tjetër është që nuk arrin dot të ndërtojnë marrëdhënie njerëzore, por mendojnë që burëria matet me shifra. Sa më e lartë shifra e vajzave që mund të kenë pasur, aq më burrë është. E vërteta është që burëria nuk ndërtohet me shifra, po ndërtohet me marrëdhënie. Sa më i aftë jesh të ndërtosh marrëdhënie, aq më burrë je dhe do jesh në të ardhmen. Gjithashtu një pjesë tjetër që dua të theksoj në rastin e djemve është kur seksi bëhet i dhunshëm. Siç kam dëgjuar edhe në klinik, një djalë që tha, ai e vuante shumë atë që kishte bërë dikur, por gjithsesi e kishte bërë sepse i nxitur nga pornografia që shifte. Ai kishte tentuar të përdhunonte një vajzë sepse ajo ishte lojcake në tavolinë, kishte shumë sens humori dhe ky djalë kishte keq lexuar shenjat e saj si një ftesë për të bërë seks, dhe kur ajo kishte thënë jo, nuk dua të bëj seks, dhe ishte mbrojtur me aq sa kishte mundur.
Ky djalë tha unë nuk I lexoja ashtu shenjat, për mua ishte thjesht kur dikush të sheh në sy edhe luan dhe bën humor me ty dhe të ngacmon ndonjëherë është e qartë që do seks. Por dhe ky është I dëmtim shumë I madh, sepse ky djalë në këto momente kanë një fajt jashtëzakonshme dhe pa aftësi për ndërtuar marrëdhënie me vajzat. Sjelljet vetëlënduese dhe seksualiteti I hershëm kanë pasoja fatgjata. Tek vajzat kanë vështirësi në ndërtimin e marrëdhënieve intime. Rrisin rrezikun për depresion dhe për ankth. Kanë shumë turp kur bien në dashuri sepse ju duket sikur gjithë historiku I partnerëve të tyre do merret vesh nga partneri që po bien në dashuri dhe ai nuk do t'i dojë më. Kanë një rrezik të lartë për viktimizim. Janë mësuar që të kenë ndërtuar vetëm një lloj marrëdhënie intime me njerëzit që është e shpejt, pa kuptim, thjesht fizike dhe futen në cikle të vazhdueshme të tilla. Shëndeti riprodhues ka komplikacione për shkak të infeksioneve seksualisht transmetueshme, infertiliteti I mundshëm, shtatzani të padëshiruar në moshë të hershme. Ndërsa tek djemt pasojat afatgjata është ankthi I performancës, siç thash, është seksualiteti që nuk lidhet me intimitetin, po me pushtetin, rrezik për sjellje impulsive dhe tradhti, sepse vazhdon të jetë të vlerësohet numri I partnereve dhe jo cilësia e marrëdhënies, alkooli dhe lëndë narkotike, të gjitha llojet e drogave. Janë fëmijë që dhe të rritur që pastaj kanë probleme me vendosjen e kufive, nuk sidomos ata që kanë konsumuar hershëm pornografin, formojnë një model ku nuk e njohin dot pëlqimin e ndërsjellët dhe në të ardhmen kjo lidhet me marrëdhënie të tensionuara, akte dhune dhe ndjenja faji. Edhe tek djemt kemi çështjet e shëndetit mendor dhe fizik. Studimet thonë se djemt që e fillojnë shumë herët aktivitetin seksual kanë rrezik më të lartë për depresion, përdorim substancash dhe sjellje të tjera që janë të rrezikshme. Natyrisht edhe pasoja fizike si infeksione seksualisht të transmetueshme dhe probleme shëndetësore afatgjata. Vetëlëndimi nuk përfundon në adoleshencë. Është vetëm janë hapat e parë të vetëlëndimit. Ai nuk zhduket bashkë me plagët e fshehura në mëngët e gjata, vetëm ndryshon formë. Tek të rriturit nuk vjen më me prerje në lëkurë apo me zgjedhje të përsëritura në forma që mund duke normale, por janë kështu plagë të ngadalta. Ai zemrimi I fortë ndaj prindërve që nuk është shkarkuar në momentin kur duhej në format që duhet. Sepse këta të rritur diku brenda tyre vazhdojnë ngelen fëmijë që kanë frikë që do braktisen nga prindrit e tyre dhe që kanë shumë ndjenja faje kur zihen me prindrit e tyre. Vazhdojnë përdorin të njëjtin mekanizëm që është të lëndojnë veten më shumë se sa të zihen me prindrit. Dhe vetëlëndimi bëhet një përpjekje për të mbajtur gjallë marrëdhënien me prindin, që është kritik, që mund të jetë I largët, duke dëmtuar trupin. Adoleshentit dhe më vonë I rrituri ndëshkon veten në vend të atij prindi kritik që nuk I ka dhënë siguri. Ndëshkon veten për pasigurinë e vet, që në fakt kjo pasiguri duhej shuar përmes komunikimit, aktiviteteve të përbashkëta me fëmijën. Për shembull, gruaja që mbetet në një marrëdhënie ku fyhet, po shtërohet çdo ditë, dhe I thot vetes, është dashuri, nuk dua të jem vetëm. Ose është rasti I burrit që punon raskapitet derisa smure duke justifikuar, duhet sakrifikoj sepse është përgjegjësi. Këto janë format që të rriturit përdorin për të ndëshkuar veten e tyre. Ose për shembull rasti I prindit që nuk I lejon vetes pushim, nuk ble kurrë diçka për vete sepse ka mësuar që kujdesi për të tjerët ka gjithmonë më shumë vlerë. Ose është rasti I gruas që rikthehet tek I njëjti partner që e lëndon me shpresën e lodhur se ndoshta këtë herë ai do ndryshojë. Është ai djali ose burri që kalon mbrëmjet me alkool duke I thënë vetes, vetëm një gocë të shlodhem pak. Është ajo vajza e re që nuk ka kufi kur ha. Ha në heshtje duke shpresuar, pretenduar që nesër do filloj dietën, I dhëm stomaku dhe nesër e bën sërish, dhe kjo është një formë që ajo gjen për të dënuar trupin e saj. Është ai njeriu që kalon fundjavë pas fundjavë I mbyllur në dhomë apo në shtëpinë e tij duke thënë kam nevojë për qetësi. Por në të vërtetë përdor izolimin si një mik I vjetër për të ndëshkuar veten.
Vetëlëndimi është një përballje me shqetësimet bazë të ekzistencës, me vdekjen, me lirinë, me izolimin dhe me mungesën e kuptimit. Lëndimi vetes bëhet një mënyrë për t'i përkthyer në këto frikra në diçka të prekshme. Sepse dhimbja fizike ka një funksion paradoksal. Ajo e bën individit të ndihet i gjallë. Një plagë e vogël duket sikur t'i jep shenjën që trupi jeton ende. Një gjestë rebelimi e kontrolloj unë kur vua, jo jeta. Por nga ana tjetër të dorëzim, sepse ti pranon që nuk e gjen dot atë kuptim të emocioneve tua, të plagëve tua, sa më pak të shërosh ato. Në terma të lirisë, njeriu mendon që vetëlëndimi është akt i lirë. Pra e njeriu që pi cigare, e njeriu që pi alkool, e njeriu që përdor droga. Mendon që është zgjedhja e tij dhe është i lirë. Në fakt nuk ka të bëjë me lirinë. Është varësi. Një varësi që vjen pikërisht nga nevoja për të ndëshkuar veten dhe trupin. Çdo gjë që i futet trupit në mënyrë të panevojshme është ndëshkim. E gjitha kjo nuk lindë rastësisht. Fija që nis në adoleshencë nuk kaputet. Adoleshenti që dikur priti për të ulur anktin më vonë mund të mësojë të shohë të njëjtën gjë në një marrëdhënie ku po shtërohet dhe nuk i këndot. Vajza që dikur fshihte plagën dhe në mëngë sot fsheh lodhin pas buzëqeshjes në punë, duke e bindur veten që sakrifica është vlerë. Djali që dikur ndëshkonte trupin me çakmak, sot e ndëshkon me cigare, me pije, me orë të tëra para një ekrani. Në thelb, mekanizmi është i njëjtë. Të përdorësh trupin, zgjedhjet, jetën tënde si një arenë ndëshkimi. Vetëm që si të rriturimi bërë mjeshtre për të justifikuar, e quajmë dashuri, sakrificë, përgjegjësi. Por pas këtyre fjalëve qëndron e njëjta logjike dhimbshme, një dënim i vetes për një dhimbje që nuk ka gjetur ende gjuhë për të thënë. Vetëlëndimi është një formë varësie, sepse prerja çliron endorfin, që është një lloj çlirimi përkohshëm ashtu si droga dhe alkooli, po për te biologjisë pyetja thelbësore është pse e bën këtë? Çfarë dhimbje po trajton ti përmes kësaj sjellje? Dhe te kjo dhimbje shpesh për shloku i një lidhje të munguar me prindin ose mjedisin është gjuha që gjen. Vetëlëndimi nuk është shpikje e kohëve të sotme. Ai ka qenë gjithmonë. Vetëm se çdo brez e ka quajtur ndryshe dhe ka fshehur mirë. Është një plagë ndërbreznore që ndryshon formë por jo thelb. Unë do them një linjë. Linja e grave. Gjyshja vetëlëndohej duke heshtur. Ajo punonte shumë. Punonte në fushë, punonte në shtëpi. Lindte shumë fëmijë. Po kur nuk i dha vetes të drejtën të thoshte jam e lodhur. Heshtja e saj ishte një plagë. Shpinën e fillonte i përkulej, i krrusej shpina shumë herët. Dhe nuk e kishte nga mosha, por nga dhimbjet që nuk i tha kurrë, sepse kultura mësoi që gruaja vlen vetëm kur duron. Vajza e gjyshes, mamaja, e mori këtë dhimbje dhe e ktheu në sakrifica të pafundme në martesë. Ajo falte tradhti, poshtrime dhe përliqte gjithmonë emër të fëmijëve. Vetëlëndimi i saj nuk ishte thika në lëkurë, por zgjedhja e përditshme për të harruar veten. U smur nga zemra. Askush nuk e pasi plagë, sepse të gjitha sakrificat e saj i kishte parë në emër të sakrificës për familjen. Ndërsa vajza sot nuk di të duroj si gjyshja dhe nëna, ajo jeton në një botë tjetër, kur dhimbja shpërthen shpejt. Nuk ka mësuar të hesht, po as nuk ka gjetur gjuhë për të folur. Prandaj ajo e lëndon trupin me punë, me vetmi. Plagët e saj janë vazhdimi i heshtjes së gjyshes, sakrificës së nënës. Vetëm se sot duket që ka një gjuhë tjetër. Vetëlëndimi është një ndëshkim që lidhet me mesazhet që janë marrë më herët në jetë. Mesazhet të tipit nuk i bën gjërat gjithmonë siç duhet. Mund të përmirësohesh. Kjo që ti po arrin tani është e rëndësishme, po ka edhe më mirë.
Ka njerëz të tjerë që kanë arritje më të mëdha se sa tuat. Ka njerëz të tjerë që ndihmojnë prindin më shumë se sa ti. Ti ankohesh shumë. Ti qan shpesh. Janë këto mesazhe që janë marrë në mënyrë të vazhdueshme gjatë rritjes, që përkthehen ose janë përkthyer si ti nuk vlen, ti je defektoz, ti nuk je mjaftueshëm. Dhe në një përpjekje për të çliruar veten nga këto ndjenja faji, adoleshenti pritet, i rritur i vetlëndohet duke punuar pafund, duke mos lejuar vetes të çlodhet. Kështu që ky lëndim ka kuptim, ky vetlëndim është ndëshkim dhe ka një kuptim sepse shihet si përpjekje për të mbijetuar në një mjedis ku dhimbja emocionale nuk është parë, nuk është kuptuar, nuk është pranuar, nuk është fashuar. Para pak unë fola për linjën e grave, po kanë edhe burrat linjën e tyre se si trashëgohet vetlëndimi. Gjyshi vetlëndohet duke mos e shfaqur zemërimin, duke ulur kokën që mos përballej me ndëshkimin e sistemit. Nuk qante, vetëm mbyllej dhe pinte duhan. Heshtja e tij helmonte gjithë mjedisin, derisa vdiq nga zemra. Edhe për këtë thënë që vdiq nga zemra, por në fakt ishin vite të tëra vetë ndëshkimi që ky njeri nuk i dha të drejtë vetes të fliste, sepse kishte frikë. I biri i tij, babai, bëri diçka ndryshe. Ai punonte pa orar, pinte shumë alkool. Nuk e lejonte kurrë veten të tregonte dobësi sepse kështu ishte mësuar. Burri duron, burri nuk ankohet. Çdo cigare, çdo natë pa gjumë, çdo ditë pa pushim ishte një plagë e fshehur nën fjalën detyrim dhe përgjegjësi. Djali sot është një pasqyrë e re e të njëjtës plagë. Ai nuk pi duhan si gjyshi, nuk punon deri në raskapitje si babai, por merr drogra. Është i varur nga drograt. Kalon orë të tëra i mbyllur në dhomë duke kërkuar qetësi, por në të vërtetë duke sikur po ndëshkon veten me vetminë të trashëguar. Ky është vetlëndimi si plagë kulturore. Gjyshja, nëna, vajza, gjyshi, babai, djali. Të gjithë kanë përdorur forma të ndryshme për të bërë të njëjtën gjë, për të ndëshkuar veten në vend që të flasin për dhimbjen. Dhe kultura joni ka quajtur këto plagë virtyte, durim, sakrificë, përgjegjësi. Por në fund ka një pyetje, a do përsërisim ne të njëjtën histori? A ka ndonjë brez që mund ta presë të zinxhir sakrificash? Vetlëndimi është gjuhë. Është mënyra e dhimbjes për të thënë, unë jam këtu. Ndoshta nuk ka përgjigje të thjeshta, por ka një mundësi. Të dëgjosh përpara se shenjat të bëhen plagë. Dhe të kuptosh se pas çdo shenje ka një njeri që përpiqet të rregullojë emocionet e veta si të mundet aq sa di. Pyetja e fundit që mbetet për secilin nga ne është: sa plagë mbajmë të fshehura nën rrobat tona që kur nuk i quajtën vetlëndim, por në heshtje ishin po aq të rënda e me pasoja? Nga Fije Jete, natën e mirë.